أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falënderimet, lavdërimet për uljet e adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet, uratat më të mira I adresojmë më të mirët njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës, ku shpresojmë që përmes kësaj ligjërate e përmirësoj vetveten time fillimisht e pastaj të tjerët, jo pse ne themi diçka nga vetja jon e që ajo na përmirëson, po krejt ajo që e themi na përmirëson sepse është fjala e Allahut madhnushëm, fjala e Zotit fuqiplot. Allahu si krijues I yni mës mire e ka ditë se çka I duhet krijesave. Edhe kur na ka porosit në Kur'anin fisnik me këshilla të ndryshme, me porosit të ndryshme, ai na ka porosit për arsye se pa qatu porosi, pa qatu këshilla, pa përfilljen e atyre këshillave, nuk kemi sukses në jetën e kësaj bote. Duke e po se muslimanët janë në një gjendje ju të mirë, në komplet botën, duhet t'i kthehemi Kur'anit dhe të analizojmë se çka ka ndodhur, cilat janë ato pikat e kuqe që nuk duhet me I shkel muslimani, se po shkoj në ato pika, ai e humbet vetveten, humb shoqëria, humb ummeti islam. Njën nga pikat kryesore që Allah I madhnushëm ka thonë, kujdes, sepse kjo ju çon në humbje është përhapja e të keqës. Është bon kogja normale që dikush me e bon një të keqe edhe hoptas me dole edhe me u krenu me qatë keqe. Ai pse e bon të keqen e dëmton vetveten, po se po ai bohet pastaj shembull I keq edhe për të tjerët, sepse të tjerët mund ndikohen pastaj prej tij. Duhet me pas shumë kujdes muslimanët se si veprojnë. Nëse e veprojnë një të keqe, ata të munduhen me u pendu sa më shpejt, po ju me publiku, ju mu krenu me të keqen, për arsye se kështu shkatërrohet pastaj edhe ai, edhe komplet ummeti islam. Jo rastisht, pejgamberi alayhis salam na ka porosit se ai I cili e bën një të keqe, bën shkaktor me e bën një të keqe, e ka mëkatën e asaj të keqe, por do ta ketë mëkatin edhe të krejt atyre që e veprojnë pastaj atë keqe. Allah I madhnushëm tregoi në Kur'an duke thonë, do të kenë dënim të dhimbshëm ata të cilët e përhapin të keqen. Njën nga emrat e bukur të Allahut madhnushëm është mbuluesi. Ai na mbulon të meta të këqija tona, se cili prej nesh kena të këqija. Amo I gjithë ummeti, gjithë muslimanët do të hyjnë në xhenet përveç atyre që nuk dojnë. E kush nuk dojnë? Ata të cilët e kanë bën një mëkat, Allahu ja ka mbulu, nuk e kanë po njerëzit që e ka bën çat mëkat, ai del krenohet dhe e përhap mëkatin, vetë e përhap. E këta do të kenë dënim të dhimbshëm, për arsye se bëhen shembull I keq për të tjerët. Edhe ne tash e shohim në jetën e kësaj bote, në jetën në kohën tonë, se si njerëzit pa kur farturpi, duke e ditë të gjithë se ajo filan vepra është vepër e keqe, ata jo që nuk mundohen me e përmirësu ata, po e promovojnë të keqen.
në për emisione të ndryshme, në për televizione të ndryshme, në për paroda të ndryshme, duke u mundu që me mbjell edukimin tek rinia që kjo është paroda e krenaris e kështu me radhë. E çka duhet me bo muslimanët? Muslimanët me tërë mundin e tyre, me tërë potencialin e tyre, duhet me u mundu me e ndalu të keqen. Nuk mjafton veç mos me u pajtu, po me tërë mundin ton, me urtësi, me u mundu me ndalu, me e pengu të keqen. Se me u pajtu me të keqen, asesi, zvjen shprejhe heq. Jo rasisht pra përhapja të këqijave, ndikimi i shteteve të ndryshme që me i imponu në shtetet më të vogla që si dukuri të këqija është sprov për muslimanët. E nëse ata nuk miren me këto, mundohen veç vetën e tyre me shiku, e kanë këtë gjendje që e kanë tash, që e kemi tash. Do të vijë një kohë, kështu na paralajmëroi pejgamberi alayhis salam që do të jeni në numër të shumët, por do të jeni si shkuma e detit, nuk do të keni fuqi. Pse? Për arsye se do ta dashuroni tepër dynjon dhe do ta urreni vdekjen. A jemi në këtë gjendje? A jemi në këtë kohë? Me siguri se jemi në këtë kohë. Duke i po të këqijat e shumëta, nuk mujna me ndryshu, nuk mujna me bo ndryshimin e të këqijave, nuk mujna me i pengu ato. Pse? Sepse jemi bo kështu pra, si shkuma e detit, të pafuqishëm. Pastaj, kjo përhapja të keqës me krenari, e këto agendat e ndryshme që i kemi po, jashta këtyre, muslimanët duhet jenë të sinqert dhe të drejt edhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin, sidomos në tregti e ka përmend Allahu në Kur'an. Krejt qëtu që ka i ka përmend Allahu në Kur'an, i vren që muslimanët qëtash qalojnë qëtu pika. Njo prej rregullave që ka thonë kujdes në qëto pika, ka thonë në tregti duhet jeni të sakt në matjen, në peshore, kur ti matni shitjet e juaja në tregti, pra duhet jeni të sakt që nënkupton në çdo aspekt në tregtin, mos me mashtru. Tash e gjenë se muslimanët nuk janë të sinqert në tregti. Ata mundohen gjithë qysh veç ajt fitoj, nuk e shikon se apo fiton haram, apo e mashtron tjetrin, apo jo. A na e dim duke ju kthy historisë se si e pranum Islamin Egjipti, transmetohet se duke bo tregti me muslimanët, asnjëherë nuk i kanë bo dallaver muslimanët e asaj kohe. Derisa ata i kanë thonë, çka është me juve? Çdo herë jeni të sakt, asnjëherë nuk na keni mashtru. Ata muslimanët, Hatixheja, gruaja e pejgamberit alayhis salam, ka qenë tregtare, e ka thonë veç një fjalë. Pejgamberi ynë na ka mësuar se ai i cili mashtron, ai i cili e mashtron tjetrin, nuk është prej nesh, nuk është musliman. Kaq, me qëtë hadith këtë Egjipti e ka pranu Islamin, dhe tash botës i shërben me dije e i ka shërby
me dietor të mëdhaj. Çka do me thonë? Nëse e lëshojmë që të pik, ose nëse kapemi për këtë pik që me e zbatu tamam. A janë muslimanët tash kështu? A e kanë dert se si e fitojnë pasurinë, mos janë duke e mashtru tjetrin? E matë pasuri, pastaj u ushqejnë fëmijët e tyre, e pastaj kërkojnë bereqet prej Zotit, e pastaj kërkojnë shëndet për fëmijët e tyre e për vetveten e tyre, duke mos llogaritë se çka ka shtin barkun e tij, a ka pos harami pjesë aty apo jo. Pra jo rasisht Allah e ka bën ligj kujdes në tregti. Nuk e ka ndalu tregtin, përkundrazi na ka inkuraju sa më shumë na me gjallnu, ama jo duke e mashtru tjetrin, jo duke e dëmtu tjetrin. Nuk është musliman ai i cili e mashtron tjetrin. Sot dush shkon xhami, sot dush rre veç në sejdë, nëse e mashtron tjetrin, kështu ka bën ligj Islami, si e musliman. E tash muslimanët në numër janë të shumët. Qashtu qysh në ka parasit pejgamberi a.s. Do t'jeni në numër të shumët, ama do t'jeni si shkuma e detit, nuk do t'keni pra fuqi. Krejt kjo ndodh për arsye se i kemi shkput lidhjet me Islamin e vërtet, me Kur'anin, me këshillat e Kur'anit. Edhe na pretendojmë se jemi musliman, ama na e dim që musliman veç me fjalë, jo. Sidomos, duke e ditë që mbi 97% të Kur'anit thret në drejtësi, në moral, në sinqeritet. Duke i lëshu këto pika, duke mos qenë sinqert në tregtit tona, në fjalimet tona, në familjet tona, në shoqërinë tonë, duke e përhap të keqen, hala ma keq kjo, nënkupton se i kemi shkput lidhjet me Allahun e Madhnushëm. Edhe tash na mujna me pretendu gjithë ditën që na jena musliman, ama gjendja jonë nuk është që kjo gjendje e dobët e muslimanve që nuk mojnë me mbrojt një xhami me Mesjidul Akson, xhamin e Aksas. Tash po shënon bota 2 miliard musliman, nuk mojnë me mbrojt një xhami. Pse? Për arsye se nuk janë musliman. Nuk i ka fojt Islami që ata s'pëmujnë me gjallnu në botë e me qenë sukses shumë në botë. Po i ka fojt vetvetja e tyre, edhe i ka fojt që kjo shkputja prej Islamit. Pro sot dush na me pretendu që jemi musliman, e shkojmë në xhami. Gjendja jonë e tregon se na pak jena musliman, shumë pak. Gjendja jonë në të cilën gjindemi tash, duke e po lloj video, duke i masakru fëmijët në Gaza, në Palestinë, edhe na nuk mujna me bon diçka tjetër për pos na i do, e dikush ndoshta edhe do friksuhet me bon. Se mos po paraqitmi të tjerë keq. E leje mo ata të cilët e diskutojnë se cili mundet me pas faj. E pastaj prap pretendon që është musliman. Që si musliman jena na. Që e diskutojmë masakrimin e fëmijëve atje, se cili ka mujt me pas faj, a i ka ky fojit aj. Që si musliman jena na. Që nuk mujna me bon një ndryshim të vogël, atë njëjtën kohë krenohemi nëse kena marru një xhami në filan vendin. Ati xhamin kryesore të shejt, të tretën për ka shenjtria, nuk i të mujt me mbrojt.
ata ta përdhosin atë xhami, ata të pengojnë namazin atë xhami, bojnë shkatrime në atë xhami. Krejt kjo ndodhë se na nuk jena musliman, edhe hiq pa dole atje, që tunë në vendin tunë, gjithë ditën ndoshta ai pretendon se është musliman i mirë. Në tregti nuk është i sinqert. Në veprat e këqija, jo që i punojmë veprat e këqija, po edhe i përhapim ato, pa kur farturpi. Gjithë duke thonë se Big Brother është haram e keq, duke i po statistikat e shikimeve, ata ka po vinë ato shikime, prej qëti populli, prej qëtyne muslimanëve të sinqert. Prandaj, nuk jena të pos fuqi pra me i ndalu qëto të këqijat. E ma e keqja që ndoshta as me ju rry me zemër, na i do zemra. Ndoshta nuk mujnë na me thonë, hoptas që pu, a mo shpesh ndoshta na i lakmujmë të tjerët. Krejt këtu janë të paraqitura në Kur'anin fisnik dhe në hadithin autentik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para shumë kohësh pejgamberi alaihi salam na lajmëroi se do të jeni në këtë gjendje. Amo nuk është kjo gjendje e imponuar prej Allahut, kështu do të jeni edhe pikë. Jo, ju do ta bini vetë situatën që të bini në këtë gjendje. Dhe shumë letë kaloni prej kësaj gjendje, nëse jo ndryshoni. Nëse jo e merrni hapin me ndryshu, do të mundohem me ndryshu vetë vetën prej tashetutje, do të mundohem që t'jem shembull i mirë për të tjerët. Do të mundohem me tërë mundin tim, me tërë potencialin tim, që të ndikoj për të mirë tek të tjerët. Me urtësi, Allah i manushëm, jo rasisht ka thonë, thirr në rrugën e Zotit me urtësi. Sa e kemi dert na, se sa po e promovojmë Islamin, se sa po i ftojmë të tjerët në Islam, në këtë fe madhështore. Sa e kemi dert na, që nuk jemi duke i shkel çdo pika, që nuk jemi duke e fitu pasurin haram, që nuk jemi duke e mashtru tjetrin. Sa kemi bo dua për vlezrit tun, e mutrat tuna të cilat janë në një gjendje tepër të rëndë. Sa na shkon menja me bo dua. Jo rasisht e ka bo legj Allah i manushëm, që me laçet lutën për një person i cili lutët për dikë tjetër, pa e ditaj që ti po lutesh për ta. Me laçet e Allahut manushëm lutën për ty. Sa jemi prej atyre që e bojnë këtë vepër? Sa e kemi dert na që me e bojnë një vepër me i shërby umetit në përgjithësi? Sa mendojmë që nëse e bojmë filan veprën, ka më na kushtu? Prandaj, se cili prej nesh, e lusë Allahun që të përmisohemi. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli pa e ndryshu ata vetë vetën. Fillimisht duhet me fillu me vetë vetën tonë me përmisu, e pastaj na jep Allahu bereqet me pos ndikim edhe tek tjetri me përmisu tjetrin. E lusë Zotin e manushëm që me urtësi na shoqëroj urtësia dhe me urtësi të mundohemi të përmisojmë të tjerët. Të mundohemi të kapemi për këtë fe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.